Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ila yawmiddin, thumma amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahun e lartë madhëruar e falenderojmë, ndihmë, falje dhe shpëtim vetëm për Allahut kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun që të jemi prej pasuesve të tij të sinqert, për atyre të cilët thrasin rrugën e tij me sinqeritet dhe për atyre të cilët vdesin rrugën e tij duke qenë të sinqertë. Të nderuar vëllezër, fillojmë edhe sonte me dersin e 5 të radhës në shkencën e fikut. Në derset e kaluara kemi fol në dersin e fundit, nëse ju kujtohet, për papastërtitë. Pastaj na ka mbetë edhe një pjesë e shkurt që ka të bëjë me këtë kapitull, është kapitulli i largimit të papastërtive. Ne kemi fol cilat janë papastërtitë, mirë po nuk i kemi detajizu se si largohen se cila prej tyre. Sepse disa dietarë janë mundu me i najt besnik teksteve, qoftë ajeteve, qoftë haditheve, besnik 100% se duke thonë se secila papastërti e ka edhe pastrimin e vetë saj. Për shembull tek hadithi që ka ardhur ai sahabiu që ka urinu në fund të xhamisë. Ka ardhur në një prej transmetimeve që pejgamberi alayhis salam ka thonë me e pjesën ku ka urinu beduini, me e marrat pjesë dhejut me hudh jashtë dhe me ia gjujt një kovë ujë. Edhe për këta disa dietarë thonë se nëse në një pjesë tokës ka urin, nuk pastrohet ndryshe përveç se duke e largu edhe dhejun komplet, po edhe të vendos ujë. Mirë po, shumica e dietarëve thonë se është për qëllim largimi i papastërtisë. Pa marrë parasysh ç'është. Në momentin që kemi fakte që ajo ndëtsirë është largu për atyrit, pa marrë parasysh metodën, a e largojmë dhejun, a veç me ujë, ajo konsiderohet pjesë e pastër. Edhe të këtij mendimi janë shumica e dietarëve, kështu që në përfundim kësaj themi se çdo papastërti largohet me largimin e saj, qoftë me ujë ose me çdo gjë tjetër që ki mundsi. Nuk është kusht as 3 herë, as 2 herë, as 5 herë, as 6 herë, jemi të folur për papastërtitë në përgjithësi, qoftë në tokë, qoftë në vend, qoftë që i kemi përmend herën e kaluar. Përveç kanë thonë dietarët, është një lloj ndërsire që sipas shumicës dietarëve është vajib që mu pastru 7 herë. Ajo është qani edhe derri. Çdo gjë që ka del prej tyne, qoftë jartë, qoftë trupi tyne, qimet e tyne, preku nëse çdo gjë prej tyne, sipas shumicës e dietarëve është e papastër. Edhe për këto ka thonë pejgamberi selam, tahuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalb an yaghsilahu 7 marrat ulahunna bit-turab. Pastrimi i një ane në cilën ka lëpir qeni. Pastrimi i saj bëhet me 7 herë. Të parën prej tyre me dhej, pastaj tjerat me ujë. Në transmetim tjetër ka ardhur njënën prej tyre me dhej, tjerat me ujë. Në transmetim tjetër ka ardhur fundit prej tyre me dhej, tjerat me ujë. Mirë po, që ka ixhma tek gjithë dietarët është që 7 herë duhet patjetër mu pastru. Kështu që tash dikush e shen për shembull në dytësir qenit, për marrim këtë rast. Njëjta bëhet krijos edhe derri. Çdo gjë që ka del prej tyne është e papastër në Islam. E shen që e ka pastruar me 2 herë. E shen tash ti s'ka merr as një pikë jarg ose diçka aty. A është e pastër apo pa pastër? Është e papastër. Se kusht me hadith është mu pastru 7 herë. Tash njëna prej herave që ka ardhur me dhej, a e zaventson shamponi ose sapuni ose këto detergjentet moderne? Shumica dietarëve thonë që po inshallah.
e zaventson shamponi, sapuni, soda, çdo detergjent modern që është, e zaventson pastrimin në vend të dhejut. Do thonë që kjo, në përgjithësi pa pastërtit largohen kur e shohim se janë largu, është largu pa pastërtia në gjurmë të saj prej një rrobe, prej vendit se ku folëm, përveç asaj qenit që është kusht 7 herë. Edhe një mesele që është e rëndësishme me përmend të ky kapitull është meselja të pastrimi i sandalleve. E këto bën e tash kjas me meset, me khuf që e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që e kanë bërë ato lloj çorape të tyna që janë quajtur khuf. Pejgamberi sallallahu ka thonë idha wata ahadukum bina alayhi adha fa inna at-turab lahu tahurun. Ka thonë pejgamberi sallallahu kur ndonjëri prej jush shkel me sandallën e tina në papastërti, atëherë pastrimi i saj ose dheu është pastrues i saj. Çdo është mirë me kuptu. Se kjo na nuk e kemi problem ndoshta me sanalle ose edhe me meste. Mirë, po kanë problem shumica aty në që e mathin sot ato të ushtarëve për shembull, math me të ushtarëve edhe që dojnë me jap mest. Tash kur jep puna me jap mest, hoxha i kanë pastra apo të pa pastra, ati i themi që nëse ti ke jetë një kohë me to, mbi dhej, atëherë thojmë që dhej është pastrusi tyne edhe inshallah janë pastra ki mundësi me jap mes. Tash nuk mund të thonë se janë pastra nëse ka dalë me një herë prej vetes. Mirë, po nëse ka ecë një pjesë, tash sa kush nuk e di që kanë përmend dietar diçka sa do të më ecë. Mirë, po sipas hadithit është që dheu është pastrusi tyne. Nëse ka ecë një kohë, edhe pse ka dalë prej vetes me to, ma herët ka pas mundësi që i ka godit pa pastërtia ndëcira, mirë po ka ecë mi dhej, ka ecë mi lëq me to, inshallah Allohi është pastrus i qësaj ndëcire. Kështu që liresh mund të më jap mes. Që kjo sa i përket largimit pa pastërtive. Ndërsa kapitulli që vjen me radhë që e ka përmend shejku është abdesi. Edhe na e kem përmend disa herë, kem përmend edhe këtu edhe shumë vende, një mesele që e përmend Shejku Themini, mesele mos të quaj po një këshill që i përmend çdo herë 3 pika përveç aty në dyja që i ndihmojnë veprës më pranu. Thot pranimi i veprës duhet me pas ikhlasin, sinqeritetin edhe sunetin, pasimin e sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po thot janë edhe një 3 pika që ja shtojnë veprës atë ndjenjen e përjetimit edhe forcën e pranimit. Me përkujtu e para, me përkujtu ka të krysh qatë vepër se je duke kry një urdhër të Allahut subhanahu wa taala. E dyta, me e përkujtu se je duke e kry sipas sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe e treta, thot me e përkujtu shpërblimin e çasaj vepre. Që to ndikojnë që në përgjithësi veprave që na i kryjmë, që nga një herë kanë filluar më na bë sikur vepra të rëndëmta ose sikur vepra që i përkasin asaj jetës monotone. E fatkeqësisht kur si përkujtojmë që to shpërblime, ç'është bëhet vepra, sikur ti ke përkujtu vazhdimisht shpërblimet, ndryshe e përjetojmë veprën. Kur përkujtohet shpërblimi, për shembull, thot pejgamberi selam, inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athari al-wudu. Thot pejgamberi selam, ditën e gjykimit, ummeti im do të paraqitet në ball edhe në gjymtyr, me ball edhe me gjymtyr të ndritura, ndriqume, për shkak të gjurmëve të avdesit që i ka marrë këtë dunjë. Domethënë abdesi ndikon që ti në ditën e gjykimit me qenë për atyre të cilët të shëndran fytyrat, të bën dritë. Pastaj thot pejgamberi selam në hadith tjetër, men tawadda nahwa wudu'i hadha, ka thënë pejgamberi selam, kush merr abdes ashtu siç marrën e ka marrë abdesin në dersin e ardhshëm, inshallah do ta përmendim kur të marrim edhe sunetet e abdesit në detaje. Do ta përmendim hadithin e Uthmanit, hadithi i gjatë ku e ka marrë pejgamberi selam abdes, edhe në fund thot kush merr abdes sikurse unë kam marrë abdes, çështë njëjtë, thot thumma salla rak'ataini, pastaj i fal 2 rekate, mas që ti abdesi,
la yuhaddithu fihi ma nafsuhu, nuk është i shpërqendruar gjatë çiti namazit, nuk i përshpërit vetes vet. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. I falen mëkatet që i kanë parapri. Domethënë, pastaj ka në transmetim tjetër, i falen mëkatet, cilat i bën deri namazin tjetër. Domethënë namazi, abdesi është edhe falës i mëkateve. Pastaj ka ardhur në transmetim që thot Uthmani radiallahu anhu. Thot Uthmani radiallahu anhu, thot sikur mos të ishte një ajet në Kur'an, do ta kisha fsheh që diturinë që kam ja treguar juve çtash. E ka pas për qëllim ajetin në surën Al-Baqara, innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu min al-bayinat. Ky ajet ka zbrit për jehuditë dhe për krishterët cilët e fshehin diturinë e tyre, nuk ja tregojnë popujve vet. Pastaj ka ardhur në fund të ajetit është ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Janë ata të cilët i mallkon Allahu, i mallkojnë mallkuesit. Domethënë është kategori e kërcënuar me mallkim ata të cilët e fshehin diturinë e vet. Uthmani radiallahu anhu thot sikur mos tishte që ky ajet në Kur'an citon që e di rreth avdesit, si o kisha tregu. Çka? Thot ka thon pejgamberi selam la yatawaddau rajulun fayuhsinu wudu'ahu wa yusalli salatan illa ghufira lahu ma bainahu wa bain as-salati hatta yusalliha. Ka thon pejgamberi selam kush merr avdes, nuk ndodh që dikush me marr avdes, edhe me marr avdesin e tij me përsos, me përpikmëri, e merr avdesin mirë. Pastaj falet. Edhe nuk ndodh vetëm se ati t'i falen mëkatet prej këtij namazit deri namazin tjetër. Pastaj thot në hadithin tjetër Ebu Hurajra që e transmeton. Po e them hadithin veç se është pak i gjatë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur një musliman, një besimtar merr abdes edhe e lan fytyrën e tij. Hadithi është Muslim. Prej fytyrës së tij së bashku me ujin edhe me pikën e fundit të ujit del çdo mëkat cilin e ka bërë përmes syve. Kur i lan duart e tij së bashku me ujin, me pikat që i pikun nga duart e tij, me pikat e fundit të ujit, del çdo mëkat që i ka bën me duart e tij. Kur e lan këmbët me pikat e fundit të ujit që i pikun nga këmbët, i dalin edhe mëkatet. Po citojën disa nga vlerat e abdesit, që është mirë na para çdo abdesit ndërun vllazën me i përkujtu, me i pas parasysh se ndryshe e ndjen njeri abdesin edhe çdo punë tjetër, kur ja den shpërblimin e asaj, ndryshe ndjen. Pra ato dietarët që kanë folur për koncentrimin namaz, një prej pikave kanë përmend edhe abdesi më marrë për kushtim. Se abdesi është prej kushteve kryesore namazit. Nëse ky mirë të shkel e shka, atëherë edhe ajo që ka vjen pastaj është shkel e shka. Pastaj futemi në avdes. Se zakonisht në fik qito deri që ta shkaj përmenim që kësë përmenet, vlera avdesit në fik nuk përmenet. E kemi thonë se fiku, dietarët e fikut zakonisht mirën veç me atë anën praktike. Me njëherë kalojnë tek kushtet. Mirë po, na kemi përmenë që në fillim dersit se inshallah ka më pas edhe mësime, edhe dobi, edhe dukata, nuk i përmbahemi 100% libri që e kemi marrë. Mirë po, inshallah marrim edhe për librave tjera. Kushtet e abdesit. Kushti e dietarët i kanë nda edhe para abdesit disa kushte sikur se i ndajnë para namazit. Sikur se namaz janë kushtet parahyrëse, edhe kushtet namaz brenda, që janë shartet edhe ruknet, i thojnë, dallimi me sharteve dhe rukneve, nuk du m'ja bon lëm shkrejt mirë, po shart do më thonë kusht parahyrës i namazit, e rukn do më thonë kusht i cili është brenda namazit. E njëjti ka nda edhe tek abdesi. Për shembull tek abdesi, kusht parahyrës i abdesit kanë thonë është niyeti. Me bon niyet. Thot pejgamberi selam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Me të vërtet veprat janë vetëm sipas niyetit, sipas qëllimit.
dhe secili shpërblehet për ato që ka pas për qëllim. Domethënë duhet me pas niyet, jo veç shkele shko, edhe pse zakonisht kur dikush kjo s'ki nevojë me bë me gjuhë, duhet me pas qartë. Mirë po, që ka thonë Shejkhul Islam Ibn Taymije, vetë bërja e jotja që saj veprës, me që ato kushte, me që atë përpikmëri, i bjen se ti ki pas njetë me bëna. Kështu që s'ki nevoj me shprej me gojë, as nuk ki nevoj me mënu vetën, a e bona njetë pastaj ajo. Nëse ti je të marrë avdes, dikush si shpejt pyet çka të botë të marrë avdes, kjo i bjen se ti veç e ke pas njetë me marrë avdes. Kështu që vetvetiu kuptohet. Pastaj është pastërtia e ujit, që na kemi folë për llojet e ujrave, uji do të më qenë i pastër. Edhe e treta, para se me fillu me marrë avdes, është largimi i çdo pengese që e pengon ujin të arrijë tek lëkura. Këto llaçe të ndryshme që janë të thajve, kremat fytyrës, pomada të ndryshme çka e pengojnë depërtimin e ujit në lëkurë, këtë duhet me largu para abdesit. Duhet me pas qartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot wailul lil a'qabi minan nar asbighul wudu. Njëherë i shen sahabit duke u ngut për me nxon namazin e ikindis. Edhe ata të ngut nuk e kanë pastru pjesën e fundit komës, thamrat edhe për fundit deri te zëq. Prej zëqve për fundit deri te thamrat nuk e kanë pastru mirë, nuk i kanë lagë me ujë edhe këtë pjesë. Për shkak se është obligim çdo pjesë që tash kemi përmend, do të me përshku uji komplet. Vetëm një sa thoni nëse mbet për tyne, peçi tyne pjesëve çka është obligim lajë aty në njëri nuk ka në muslimani s'ka vdes. Do të me pas qartë. Pejgamberi selam kur i ka pasi nuk ka çarkollu uji prej zogut tek thamrat e sahabëve, i ka thonë wailul lil a'qabi minan nar. Mirë për ato thamra që ka mi kap zjarri i xhenemit. I ka kërcënu. Edhe i ka urdhëruar që me përsërit abdesin. Kjo për shkak se nuk ka depërtu ujin në lëkurë. Kështu që edhe na, çdo gjë që e pengon depërtimin e ujit në lëkurë duhet me largu. Tash secili prej vetit e din me ato që ka ballafaqohet, qoftë krem, qoftë llaçe ose ndryshme që mund me qenë, ose ata që punojnë në automekanik me ule ose me diçka. Dietarët kanë përmendur edhe këto, për shembull, ka thajt, ka mundësi ju mbet ka pak ndytësirë ule, nëse dikush punon vazhdimisht automekanik. Për këto inshallah nuk e ka obligim, që më thonë, nuk e shariati nuk e mundon me ato si çka ai s'ka mundësi. Kështu që ai mundohet me largu sa më shumë që të mundet, mirë po nëse i met ka pak qoshe o diçka, inshallah nuk është problem. Për shkak se s'ka diçka transmetime që pejgamberi alayhis salam ju ka thonë sahabive ose i ka kthyer këto detaje. Kështu që nëse mbetsin diçka nga papërshtatit, ka thajt ose diçka të shumë të vogla, shariati i fal ato. Pastaj prej kushteve që është diskutabile në mesin e dietarëve është besmeleja. Të thënë rit bismillah. Jo bismillahirrahmanirrahim. Këto se ka përmendur kush për dietarëve. Veç bismillah. A me thonë ajo, a është vajib thënia asaj ajo është diskutabile në mesin e dietarëve. Për shkak se hadithi që ka ardhur la wudu liman lam yadhkur ismallahi alayhi është daif sipas shumicës dietarëve. Edhe vetë Imam Ahmedi që e ka transmetuar këtë hadith, thot hadithi është daif, thot mirë po do të më punu me ta. Hadithi është daif, është i dabt, mirë po do të më punu me ta. Kështu që a me thonë apo jo, disa dietarë thonë se patjetër me thonë është vajib, nëse thuhet s'ki avdes. Ndërsa shumica thonë se nuk është prej vajibeve. Nëse nuk e thu, inshallah avdesi është i plot. Allahu a'lam, mirë po, çdo herë që thotë Sheikhu Uthaymini, ihtiyatan i thonë, me shkuën sigurt është më mirë se me thonë. Pastaj pastrimi i fytyrës është prej obligimeve të abdesit. Pastrimi i fytyrës. Fytyra e përfshin prej veshit në vesh, edhe prej pjesës ku dalin flakt deri në pjesën ku mbaron mjekra, te gabxheri që i thonë.
Këtë që kjo pjesë është ftyrë, edhe këtë që pjesë duhet me përfshi ujë. Pastaj në ftyrë është goja edhe hunda. A janë vajgjib këto me i pastru? Hanefit thojnë që nuk janë vajgjib. Mirë po shumica e dietarëve thojnë që duhet me fut edhe në gojë edhe në hunë ujin. Ata argumentojnë me ajetin e 6 në surën Maide, ku Allah i përmend 4 kushtet e abdesit. Thot pastroni fytyrat tuaja, pastroni duart tuaja, edhe kur thot për fytyrat, thot fytyra është veç pjesa e jashtme, ndërsa goja edhe hunda thojnë nuk janë pjesë e fytyrës, kështu që nuk janë obligim. Mirë po shumica e dietarëve thojnë që është obligim. Madmada i thojnë me fut ujin në gojë brenda, me shpëlo gojen, edhe istinshaku me fut ujin në hund janë prej obligimeve. Kjo duke argumentuar me disa hadithe. E para thot pejgamberi selam idha tawadda'ta famadmad, i ka thonë një sahabiu kur të merrsh avdes bën madmada, shpërlaje gojen. Pastaj për shpërlarjen e hundës i thot wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'iman, dhe fute ujin sa më shumë në hund përveç atëherë nëse je agjerueshëm. Domthonë që to janë dy argumente të forta që dëshmojnë që futja e ujit në gojë edhe futja e ujit në hund janë prej vajxhibeve, janë prej obligimeve të abdesit. Ndërsa argument tjetër është se të gjitha transmetimet që kanë ardhur rreth abdesit, pothuajse gjitha e kanë ardhur që pejgamberi alayhis salam gjatë abdesit ti e ka fut ujin në gojë dhe në hund. Kështu që është prej obligimeve të abdesit. Pastaj, deri që tash jemi të fol veç për obligimet, dhe sonte veç për obligimet të abdesit jemi të fol. Sunetet i kem lënë për dersin e ardhshëm. Gjitha këto, nderuar vëllezër, janë të obliguara vetëm nga një herë. Për shembull tash tek fytyra. Veç një herë nëse lahet që kjo pjesë që e përmendëm që është obligim, ka depërtu ujë në gjatë gjithë kësaj pjese, është obligim edhe kryhet me një herë, vetme. Ndërsa si është më mirë, sunetet e këtë, ato në dersin e ardhshëm inshallah ka 2 herë, 3 herë që kanë ardhur transmetime kemi përmendur inshallah. Për obligimeve tjera që të abdesit janë larja e duarve deri në bryla, bashkë me bryla. Jo deri në bryla që është në shqip nëse thot deri te diçka i bën si deri te çajo pa ato. Ndërsa në arabisht kjo fjala ila që ka ardhur ila el ka'beini deri tek brylat që kjo ila në arabisht i bën bashkë me bryla. Domethënë është prej obligimeve të abdesit të lahet dora e djathtë edhe dora e majt deri në bryla bashkë me bryla, edhe në brylin më koni lam. Jo deri tek bryli pa bryl, mirë po edhe bryli. Edhe kështu kanë ardhur transmetime, thot Xhabir radhiyallahu anhu, adara al-ma'a 'ala al-mirfaqaini. E kom pa pejgamberin selam duke e qit ujin e tij edhe mbi pjesën e brylit. Domethënë është për obligimeve edhe pastrimi i brylit. Pastaj për obligimeve tjera është meshi i kokës. Edhe meshi i kokës dietarët kanë vendosur një rregull që çdo gjë që japet mes kanë thonë është vetëm një herë. Se disa mendojnë për shkak se gjymtyrë tjera pastrohen ka 3 herë, thonë edhe ka mundësi më mendu që edhe mesi japet 3 herë. Jo, mesi japet veç një herë, sipas sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe si japet meshi duke fillu prej fillimit kokës deri në fund me 2 durt. Edhe duke e përfshi shumicën e kokës. Jo veç një pjesë kështu dikush si ja bën të ngut, jo, shumicën e kokës me 2 durt deri në fund te qafa. Që kjo është mes sipas sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dietarët kanë thonë vetëm një herë kështu është vajxhib. Domethënë e ke kryer obligimin nëse jap veç një herë. Ndërsa sipas sunetit, nëse don sipas sunetit mirë, është me çu dur deri në fund edhe me i kthy. Mirë po nëse nuk i ke kthy veç kështu, abdesi është i plotë. Ndërsa kthimi i tyne është sunet. Që kjo sa i përket mesit kokës. Ndërsa pastrimi i këmbëve është për obligimeve tjera të abdesit, edhe pastrimi i këmbëve që është ka ardhur ila el ka'beini, ka ardhur gjithashtu mezaj.
pastrimi i këmbëve bashkë me zëgjë. Jo në zëgjë, mirë po bashkë në zëgjë. Bashkë me zëgjë. Edhe kjo është prej obligimeve. Pastaj e parafundit është tertibi, renditja. Thot Sheikh Abdurrahman Saadi, i cili e ka shkruar këtë libër, thot wa an yurattibaha ala ma dhakarahu Allahu. Thot edhe me i rendit ato, që to obligimi deri tash, ashtu siç i ka rendit Allahu në Kur'an. O ju që keni besuar, kur të ngriteni për namaz, pastrani fytyrat tuaja, pastaj duarat tuaja deri tek brylat, pastaj japni mes kokës, pastaj lani këmbët tuaja. Çto janë 4 obligime që kanë në ajet koranor. Që kjo renditje nuk bën mu prish. Nëse pastrohen brylat, duar deri te brylat, para fytyrës, i bën që ke prish renditjen e s'ki abdes. Kështu që do të më qenë renditja është obligative sipas shumicës dietarëve. Këto dëre për thëmë sipas shumicës, se te hanefit as kjo është obligim. Sipas hanefive ti nëse veç gjuhësh kryshit nu i ndeti, edhe del ti ki avdes. Pa mor parasysh cilla u la përpara, cilla ma vonë ki avdes. Ata thonë veç qëllimi është me u pastru që të gjymtyru. Mirë po shumica dietarëve thonë që duhet me u pastru sipas renditjes që kanë ardhur Kur'an. Domethënë renditja është prej obligimeve të abdesit. Thot pejgamberi selam abda'u bima bada Allahu bihi. Filloj me ato që ka filluar Allahu. Domethënë Allahu ka filluar me fytyrë e me dur deri në bryla, pastaj mesin, pastaj këmbë. Domethënë renditja është prej obligimeve të abdesit. Edhe e fundit është el muwala. Këtë fjalën muwala s'desha asgjë me përkthyer në shqip, është pak problem. Mirë po, është për qëllim që mos më pas ndarje ose pushim gjatë mes larjes së gjymtyrëve. Mos më pas pushim gjatë mes larjes së gjymtyrëve. Këto e kanë përmendur shumica dietarëve prej obligimeve të abdesit. Sheikhu Abdurrahman Saadi thotë që kjo pushimi ose ndarja mes larjes së gjymtyrëve është sa konsiderohet pushimi gjatë me tradit. Zakonisht për disa dispozita në cilat nuk ka argumente për ajeteve ose haditheve, mundohen dietarët me i bazu në orf, në tradit. Edhe kjo tash sa konsiderohet për shembull që e ki ndërprejtë i abdesin, nëse ki pushu mes dy gjymtyrëve është pak problem me definu. Disa kanë thonë që nëse ti nuk i ke jap për shembull mes kokës derisa tu kanë terë këto dur, më herët i bën se tu ka prish abdesi. Edhe do të më marr prej fillimit. Që kjo është për qëllim. Disa thonë derisa nuk je largu prej atij vendi. Nuk ka diçka argumenti i vetëm që këta dietar bazohen për në çit kusht është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa një sahabi i cili nuk e ka pastru këmbën mirë. Edhe i ka thonë përsërit e abdesin. I ka thonë përsërit e abdesin për fillimin, nuk i ka thonë pastroj veç këmbën. Për shkak se ai kur ka ardhur, sipas shumë dietarëve, mendohet se atij veç ju kanë terë tash gjymtyrët. Ju kanë terë gjymtyrët derisa ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka thonë tash pastroj veç këmbën, mirë po nisja për fillimit, për shkak se ke pushu shumë mes larjes në gjymtyrëve. Që kjo është argumenti i vetëm. Sa do të më qenë pushimi, disa dietarë thonë derisa nuk tu ka terë gjymtyra para saj. Disa thonë derisa nuk ke fol shumë me dikon që mu habit sa më të hub, edhe qëllimi i abdesit. Disa thonë derisa nuk e largu prej vendit ku je të marr abdes. Është problem me definu. Mirë po, në përgjithësi, ajo që është mirë me nxjerr për këtij kushtit është që abdesi duhet më u kry komplet. Duhet më u kry komplet, domethënë me një herë, jo me pushun me styne ose me dal me fol me dikon, me dal në telefon me fol diçka të më japet më kthy. Kjo ka mundësi me qenë ndërprerje e cila ta prish abdesin tani pastaj duhet më marr prej fillimit. Që kjo sa i përket largimit papastërtive edhe sa i përket abdesit edhe obligimeve të tij, ndërsa sunetet inshallah edhe ato që e prishin abdesin do t'i marrim dersin e ardhshëm. Ajo që është mirë sonte me përkujtu bashkë është që gjithë këto që e kem fol deri tash, po edhe më shumë që kishim pas mundësi me fol rreth pastërtisë,
është mirë të nderuar vëllezër me përkujtu se këtë këto tregojnë çfarë pastërtie ka besimtari. Edhe qëto ajete, qëto hadithe, ose pastërtia në përgjithësi, sot nashta na nuk e ndjejmë, nuk e kuptojnë mirë, për shkak se pastërtia mo tash është përhapur te popujt tjerë, jo vetëm te muslimanët. Edhe pse më herët s'ka ekzistuar. Më herët higjiena, pastërtia s'ka ekzistuar te popujt tjerë, veç në raste kur ka qenë e domosdoshme. Për ndryshe këso rregulla s'ka pas. Ndërsa tash në jetën bashkëkohore edhe pabesimtarët, edhe të feve tjera kanë pastërtinë pjesë të jetës tyne. Për që ta na nuk ja kuptojmë fort rëndësinë. Sikur se ti shijojmë ata, ti kishim pa ata që nuk pastrohen, fort ja kishim kuptuar rëndësinë shumë pastërtisë tonë. Pastaj krejt këto që kanë folë deri tash, hala na nuk jemi fut namaz. Deri që tash krejt që sa derse në mojt, tash dersi i 5, edhe një ndoshta 6 e mojmë, rreth pastërtisë, rreth veç një prej kushteve të namazit. Çka tregojnë kjo? Që to tregojnë vlerën e madhe të namazit vëllai. Për kushtimi i vetëm një kushti, kaq shumë ka për to, pse na jemi mundu shumë me shkurtu. Çka ka dietarë që kanë shkuar për kapitullin e pastërtisë me ka disa vëllime, duke mundu mi përmbledh ajetet, hadithet që kanë ardhur për to. Këtë këto tregojnë për vlerën edhe madhështinë e namazit, me një prej kushteve që na mundohemi u përgatit para se me dal para Allahut subhanahu wa taala në mënyrë që me ndje namazin sa më shumë. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të jemi për tyne cilët i praktikojmë këto ajete, këto hadithe që i ndëgjojmë. E inshallah me praktikimin e tyne bën që edhe me u përjetu pastaj namazi. Allah është përblef për ndëgjimin. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.